miqtë Prizmës. Sot, pa dashe, sigurisht nuk e kam mendin çfarë flasin njerëzit në rrugë edhe as që duhet ta kem, as që mërzitem për ta pasur, por s'kam çfarë bëj se s'mund të mëll veshët, nëse eci me kaskën e motorit në krye që mos më gjoj. Një i moshës time, ndoshta sa unë pak më i vogël se unë nuk e di, po u dukte si 2000 vjeç. Po i thoshte një me shaka, po në të vërtetë ishte duke i bërtit një miku të veta, kolegu të vet, nuk e di. Hamar komunist mudi, shkamar komunist. Imagjinori tash që në 2026, mas 36 vjetësh, 1990 është, vetërzimi i komunizmit në Shqipëri, vetërzimi sepse komunistat rrëzuan veten, duke planifikuar ndarjen e PPSH në dy bijat e saj, Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike. Pra mas 36 vjetësh ai vazhdon i thot komunist mundi. Tash i fillova, bëra një shkrim se çfarë do të thotë këtë dhe kush e ka inkurajuar. Në të vërtetë çdo të thot antikomunizmi i komunistave. Edhe për më tepër antikomunizmi i një shumice të madhe bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit. Edhe shumice të madhe dërmuese, jo ke Partia Socialiste, po ke Partia Demokratike. Aty ku dosjet e sigurimit kaluan me pabesinë e Kurani Sajit nga ai ke Sali Berisha. Ju lëshua një maskarallek, një qelpsinllek politik i cili sigurisht nuk u shpagua sepse edhe ai u fut në ato burgjet e famshme të shpërdorimit, se kështu ka dënuar Sali Berisha komunistat përpara, antarët e byros dhe antarët e Komitete Qendrore Mizalin dhe të cilët e prunë pushtet për punë kafësh në xhminjen e këto. Në urrëtia patologjike që kishte, jo si antikomunist, po si një komunist i cili konvertohet në antikomunist për t'u bërë nder në fund të fundit vazhdueshmërisë, vijueshmërisë komunizmit, sigurisht pastaj kthyer në planet maki, kështu i them unë. Në planetin e majmunave, të cilët në bazën e tyre, në themelin e tyre filozofik kanë kthimin në antikomunizëm të komunistave. Çfarë do të thotë kjo filozofikisht? Po filozofikisht do të thotë demencë e jashtëzakonshme e një shoqërie e cila nuk ka kuptuar asgjë. Nuk ka kuptuar as Enver Hoxhën, nuk ka kuptuar më përpara fashizëm, nuk ka kuptuar përpara as monarkinë, nuk ka kuptuar asnjëherë se si funksionojnë elementë të tillë të trashëgimisë politike. Dhe nuk i ka kuptuar as për 45 vjet rresht, nga 1945 deri në 1990. Nuk ka kuptuar edhe jetën 40 vjeçare politike të një diktatori, një në themel folk bolsheviku si Enver Hoxha, një stalinisti të vetë urdhëruar stalinist. Sigurisht ai nuk donte asnjë lloj fliste kot për marksizmin e leninizmin, por në të vërtetë ishte një stalinist. Bile e tejkalonte Stalinin, po të kesh parasysh pastaj edhe armiqsinë e tij të jashtëzakonshme me religionin, donte ta zhdukte se e kuptonte që është e vetmja pjesë dogmatike dhe ideologjike që mund të kundërvijë ideologjisë dhe dogmës së tij. Prandaj vriste edhe priftëri, prandaj prishte edhe xhamia, prandaj prishte kisha xhamia, prandaj hakmerresh ndaj religionit sepse ishte kundërshtari dogmatik dhe ideologjik më i madh i dogmës së tij kriminale, e cila vrau popullin e vet, e la pa ngrënë, zhvirgjëroi edhe nga mendimi më i vogël edhe më minuskël, më i parancishëm përmbi pronën dhe përmbi respektin ndaj lirisë. Tash pikërisht këto në vitin 1990, po themi Sali Berisha, kthyen atë që konsiderohet pastaj një nga të këqijat më të mëdha të shqiptarëve, të Shqipërisë.
E shkot të ngatrosh Kosovën me këtë punë, ata kanë smundje tjera aty, post jugoslavizmit edhe agjenturës, sigurisht agjenturës më të fliqur të komunizmit jugoslav, ose të një marrëveshje që kanë bërë me bashkim vllazërimin, të cilën e paguajnë shtetet edhe sot i kësaj dite. E paguajnë me gjak, po e paguajnë sot edhe me një qeverisje monstruoze. Çfarë duhet të them? Nuk duhet të them asgjë më tepër se sa trimat e antikomunizmit kur komunizmi u vetërrëzua. Ku partia e punës Shqipërisë, që nuk ishte parti komuniste, por ishte folk bolshevike, ishte një amalgam midis stalinizmit dhe lefenizmit të Enver Hoxhës, imitacionet sovjetike dhe kines. Një qelpsinhane e cila pastaj u egzagerua edhe me si them tash. Nuk futën në internim edhe në burg vetëm njerëzit, po dhe pulat, edhe patat, edhe rosat që thot Xhabeqja, futën lopët në internim. Ndaluan ushqimin, filluan gjenocidin ushqimor. Kthyen vënin më spion të vllajt me vllajt, vllajt me motrën, prindërve me fëmijët, fëmijët me prindrit. E kthyen vënin në hajnin më të madhe, sidomos 10 vjetet e fundit, duke e lënë bosh, duke u vjedhur çdo lloj ndërmarrje. E kthyen në imoralitetin dhe amoralitetin më të madh filozofik shoqëror. Dhe pikërisht kuintesenca e një folk bolshevizmi në origjinë folklorike, që është Sali Berisha, sigurisht që është Sali Berisha dhe të tjerët aty, të cilët nuk kundërshtuan asnjëherë regjim. Nuk ishin antikomunist kur ishte komunizëm. U bën antikomunizëm masi ra komunizëm. Dhe shumë të tjerë ke emra në Shkodër. Çfarë mund të ishte për shembull Sali Berisha? Mund të ishte edhe si komunist, mund të ishte edhe drejtor spitaleve, ishte sekretar partije spitaleve, mund të ishte edhe ministër. Mund ta bënin edhe ministër, ju duhesh një malok për komunizëm, që drejtonte edhe shnetësinë, edhe mund ta drejtonte. Po me antikomunizëm ai u bë president, u bë i pasur, pasuroi edhe familjen, si antikomunist ai sigurisht u bë miliarder. Si antikomunist ai pasuroi gjithë familjen e tij, nuk do kishte shanse në komunizëm, edhe sikur të bëhesh ministër të ishte kaq i pasur. Si antikomunist ai sigurisht u bë kaq i pasur. E rënoi vendin e vet, krijoi si antikomunist ai rënoi vendin në 97. Si antikomunist ai bëri grup shtetit në 98. Si antikomunist ai hodhi në erë një katon në 2008 në Gërdec. Si antikomunist ai vrau. Masi kishte marrë pjesë me hjekësi për të vrarë 4 djemë këtu në Shkodër me 2 prill 1991, drejt për drejti vrau edhe në 2011 në bulevard. Këto i bëri si antikomunist. Si komunist ai nuk ishte i zoti, përveç se përjashtonte në një prej partijet, ose thoshte këtë pse i ke flokët e gjata, ose pse i ke pantallonat cowboy, ose pse i ke fundin e shkurt. Kaq. Më tepër se sa kaq nuk ishte i zoti. Mund mbledhesh organizata e partisë për të përjashtuar në një ose për ta denigruar. Kur si antikomunist ai shkatroi gjithë Shqipërinë. Çfarë mund bënte Tritan Sheu? Përveç se të kalonte 36 vite nga komunist në antikomunist. Si mund ta kalonte më mirë? Çfarë mund bënte, bie fjala në fillimet e tij, edhe shumë element tjerë si komunista, s'do të bënin asgjë. Kanë marrë shkolla, ose kanë dalë pak jashtë shtetit, ose ku diun, kanë qenë pak privilegjuar, po si antikomunist këto u bën. Dhe jo vetëm ke Partia Demokratike, e cila trashëgoi të gjithë lëtyrën e sigurimit të shtetit, po dhe ke Partia Socialiste, në konvertimin e tyre nga PPSH në PS, Partia Socialiste. Ato nuk mund të thuhet se i bërtitnin si antikomunist, antikomunizmi ishte i veçantë, duhet shkonte gjithmonë ke politika Sali Berishës. Po me antikomunizëm ata u bën pasur. Me antikomunizëm ata u bën relevant. Me antikomunizmin ata u njoftën në përbot. Këtyre lloj antikomunistave i dha dorë në Amerikë, ai mori i futi në përborët e saj, në shtëpi të bardhë, i çojnë në Champs-Élysées, i çojnë në Rom, i çojnë kudo si antikomunist. Kurse ata dignin vendin, pasuroheshin, bëheshin kriminal, vritnin, pritnin, na zvarritnin.
Si antikomunist, sigurisht. Si komunist do të kishin shanse, sepse ata i dinin, i njihnin se kush janë. Në këtë pikë, ajo që mund nxjerr si konkluzion është që sigurisht faja si një shoqërie kaq të marrpametur, kaq demente, kaq të indoktrinuar, shoqërie e cila sigurisht ka vlerësuar hajnin se sa punën. Shoqërie e cila ka pranuar kriminalët t'i bëj statuja të gjalla të një, nuk e di, të një momenti i cili sigurisht prezanton dhe përfaqëson pjesën më vrastare, kohën më të keqe, më të shëmtuar, më të pamoralshme, pikërisht kësaj shoqërie. Është kjo shoqëri që janë këta. Është kjo shoqëri që i mban, i edukon, i ushqen, i voton. Dhe nuk e kam fjalën vetëm Partinë Demokratike, që është lëtyra më e madhe në sajt Sali Berishës. Nuk e kam fjalën për demokratët. Demokratët janë gjithkund. E kam fjalën për këtë lloj partie, e cila përfaqësohet nga Sali Berisha dhe këta antikomunistët këpucëve të shkyme, dikur edhe sot miliardave. Edhe sot e kësaj dite, pasurimi i tyre është i pandalshëm. Edhe pastaj mund të flasim sa të dush për ata që ishin legjitimet e Partisë Punës Shqipërisë ose Partia Socialiste. Deri tash fola për ata që ishin jo legjitimet, ose bija jo legjitime, bija, nuk e di si mund quhet, po e bija fake, por që është origjinalja e PPSH-s dhe që quhen veten antikomuniste. Tash nuk ekziston më as ajo. Ekziston vetëm një person. Sali Berisha, që ka edhe kështu klonet e tij kudo, i ka dhe në Shkodër, i ka dhe të ri, i ka dhe më të vjetër, i ka dhe disa të vjetër që kanë rënë në dhomë, disa nuk ekzistojnë fare sepse kanë vdekur, vazhdon të jetojë një 83 vjeçar, folk bolshevik, shkatrues i Shqipërisë dhe i demokracisë në Shqipëri, që quhet Sali Berisha. Njeriu që përfaqëson antikomunizmin e një shoqërie të shëmtuar, demente, butaforike, imorale dhe amorale si shoqëria shqiptare. Dakord, miqtë mi.